Diva jone e bukur ditën e sotme e ka kaluar pranë familjes çdo gjë ditën e sotme ka shkuar mire familja Elli ditë e sotme kanë dalë me njëri tjetrin dhe kanë drekuar familjarisht ndërsa mbasditja për Kiarën kaloi duke u bërë gati për mbrëmjen e së dielës ku shfaqet për të na prezantuar shohën e humorit me plot talente që na e zbukurojnë ditën e fundit të javës dhe na bëjnë ta nisim javën e re me pozitivitet. Kiara na ka kujtuar se ditën e sotme show mund të shihet edhe live në streamin e YouTube-it, cili do të jetë transmetim live si televizioni. Kjo është një zgjidhje mirë për ata që nuk kanë mundësi ta shohin nga televizioni për kushtet e tyre se ku ndodhen Kiara ditën e sotme është shfaqur me një pamje shik, por edhe shumë sensuale kjo sepse Luizin e tërbon ngjyra e kuqe bëhet fjale për një fustan të kuq tyl me qendisje tantelle flokët me onde dhe një paltaka ngjyre kremi duket kaq mahnitese me siguri edhe Luizi do jetë duke e ndjekur live sot gjë që akoma nuk na e ka konfirmuar a do të jetë pjesëmarrës me Lunushin apo jo mbetet për tu parë ne vijim ndërsa Kiara na kujton që ta ndjekim live. Ne i urojmë suksese ditën e sotme të shkëlqej si çdo herë kur del përpara ekranit shqiptar. Ajo përcjell mirë si ky vlerësim ka ardhur nga shumë fansa e njerëz të cilët janë më shumë se fansa e konsiderojnë si idhull Kiarën. Kjo famë dhe arritje i ka arritur Kiarës fale punës së palodhur emisioneve dhe bashkëpunimeve që ajo ka bërë ndër vite. Edhe së fundmi asaj i shtoi një numër të madh fansash ishte historia e saj e dashurisë e cila ndodhi si ne peralla. Ajo histori do të mbetet gjithnjë në zemrat e ne mendjet të shqiptarëve si fenomen i rrallë e ky fenomen solli ne jetë një bebushe shumë të bukur e të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale. Na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale. Na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.